autoriteti i papës për të krishterët, për protestant nuk është autoritet. Nuk ekziston, po. Jo, nuk ekziston. Është kundër, ne mendojmë se ky autoritet nuk ka nevojë, sepse centralizohet krishterimi dhe politizohet. Katër është roli i Marisë. Çfarë roli, si është kisha të ndryshme Marinë. Në krishterimin katolik edhe ortodoks, janë gati si ngjashëm për këtë punë, shohin që Maria ka një rol hyjnor, edhe mund të drejtohen lutjet, edhe mund të adhurohet, edhe është ndërmjetëse. Për protestantët thonë jo, sepse s'ka bazë biblike. Edhe shumë është dallim i madh. 4 ose 5. Kush siguron shpëtimin? Kisha katolike mëson që shpëtimi normal që është me Krishtin, po është brenda kishës katolike dhe sigurohet besimi plus veprat. Veprat kështu. Protestantë thonë besimi duhet jetë i vetmi sola fide. Pra protestantët flisin për 5 solat, nëse ke dëgjuar në Shqip, ose pikat kryesore të reformacionit janë sola scriptura, që do të thonë vetëm shkrimi. Pra vetëm shkrimi mjafton për me e shpjeguar besimin kristian. Ka nevojë për tradita të tjera ose nuk e di. Interpretime të tjera. Kontekste të tjera po hyja ndaj. Po. Sola fide, vetëm besimi, vetëm anë të besimit në Krishtin ti ke sigurinë e shpëtimit. Edhe ky është hir. Pra nuk mund të më kanë kaq e komplikuar që ti me meritu hirin e Perëndisë me anë të veprave.